Një senator i shtetit të New Yorkut ushqen respekt të madh për Nën Terezën dhe ka paraqitur një rezolut me rastin e shenjtërimit të saj. Ndërkohë shumë shqiptar nga New Yorku, mes tyre edhe pronari i një restoranti, përgatiten të shkojnë në Vatikan për shenjtërimin e bamirëses me famë botrore. Kolegu ynë Ilir Ekonomi ishte në Brooklyn dhe përgatiti këtë reportazh. Ja një kësull që tregon shumë, thot senatori i shtetit të New Yorkut, Martin Golden. Kjo kësull flet shumë, por kjo shqiponjë tregon gjithçka. Kjo tregon se nga ishte Nën Tereza dhe ndryshimi që ajo solli. Shqipëria i ka sjell një kontribut të madh botës dhe Nën Tereza ishte një prej tyre, thot senatori Golden. Në zyrën e tij në Brooklyn, senatori është krenar që ka sponsorizuar një rezolut për të nderuar Nën Terezën më 4 shtator, ditën e shenjtërimit të saj, duke i quajtur këtë dita e Nën Terezës. Well, that's what makes a difference. Mother Teresa made a difference. This is just a resolution, but this resolution... Nën Tereza solli një ndryshim. Kjo rezolut ka rëndësi sepse ajo përfaqëson 19 milionë gjysmë njerëz të shtetit ton. Kjo rezolut nderon një grua të madhe që do të jetë një shenjtore e madhe për kontributin jo thjesht për Zotin e saj, por për të gjithë. Not just to her God, but to everybody. You just have to take one look at this picture and you can see the godliness. Mund të shihni shkëlqimin e syve të saj, të syve me të cilët ajo ndriçoi botën. Ajo bëri shumë për fëmijët dhe për familjet, diçka që India dhe Kalkuta nuk e bënte dot. For what India could not do, Calcutta could not do. Senatori Golden është mjaft aktiv në shtetin e New Yorkut dhe njihet për lidhjet e tij me shqiptarët. Ndihmësi i tij është Marko Kepi, veprimtar i komunitetit. Për mua është një nder i madh dhe një krenari shumë e madhe të punoj me senator Marty Golden. Jo thjesht se punoj vetë për të, por sepse një shqiptar të ketë pothuajse akses direkt me senatorin numër 2 më të fuqishëm në shtetin e New Yorkut, pra është një gjë shumë e madhe për komunitetin shqiptar. Nën Tereza shërben si një lidhje e rëndësishme që senatori ka me shqiptarët e New Yorkut. Ai ishte me ta në paradën shqiptare të këtij viti në Manhattan dhe ruan kujtime të bukura. That's me there in the Grand Marshal of the parade. So with many of the Albanian communities and families that I speak with on a daily basis. Unë flas çdo ditë me familjet shqiptare. Ata punojnë shumë, japin kontribut dhe bëjnë donacione. Me këtë ata e ngrenë lart emrin e shqiptarit në këtë shtet dhe qytet të madh, ashtu si dhe shumë njerëz të tjerë që vijnë këtu nga vende të tjera. Roots here in this great city and state, just like so many others from so many other different nations that come here. But Albania Por shqiptarët janë në gjendje të thonë se kanë nxjerrë një shenjtore të madhe si Nën Tereza. As Mother Teresa, so we're proud and thankful. Një nga këto familje shqiptare që punojnë dhe njihen për kontributin e tyre është ajo e biznesmenit Anton Raja. Kjo është Barbara Streisand, ka kënu në stadium të shtunën, edhe ja kena dhënë 25 pizza për grupin e saj për me hangër. Edhe o kënaq me pizzat që i ka pranuar. Pizzeria Patsy's ndodhet në Dean Street në Brooklyn, në një vend mjaft të mirë sepse është shumë pranë stadiumit Barclays Center. Antoni thot se për pizzat e tij shkruajnë gazetat. Kanë shkruar shumë gazeta, tash ka shkruar edhe gazeta në Japoni për ne. Mjeshtrat e tij i punojnë ato me pasion. E ban pizzën me zemër, i pëlqen shumë, edhe kjo është të më thonë si përgatit të brumin, e salcën, e sendet. Anton Raja mban një plus të veçantë ku është qëndisur simboli i madh të golfit që biznesi i tij organizon çdo qershor. Është një aktivitet bamirësie për të ndihmuar katedralen Nën Tereza në Prishtinë. Krejt të ardhat e tona shkojnë, qekat e parë shkojnë të Zoja Shkodrës, kisha shqiptare si është të New York, edhe këta i përcjellin krejt paret direkt në katedralen e Nën Terezën e Kosovë. Vetëm familja e Antonit deri tani ka dhënë $500,000 gjatë 8 viteve të fundit. Antoni përgatitet të shkojë në Vatikan bashkë me shqiptar të tjerë për ceremonitë e shenjtërimit të Nën Terezës. Për të, Nën Tereza përfaqëson diçka të veçantë. Për mua është një gjë për si me mujt me bë mirë. Me ndihmu dikuj. Me kanë bashkuar populli jon atë ditë o mrekulli kur i shen. Të kesh, të knaq, të lujt, të pi, të
të nejt, pa kur far problemi, pa kur far damje, si me i pa bon një non. Për zërin e Amerikës, Iliri Konomi, Brooklyn, New York.